Gjithmonë kur lunë Kosova kemi emocione, sidomos na që jemi pranë futbollit e na që kemi shiju edhe më ardhë këtë dres, është normal që kemi emocionet më dha. E presim me padurim lojt më zhvillu, presim që trajneri me përgatit ekipën më të mirë, me gjetë formacionin më të mirë dur, me rreshtu lojtarët më të mirë që janë formë. E këtë sante në pjesën e parë nuk e pam, ishte një lojë shumë e zbet, një lojë jo e mirë, sidomos me Sfusha nuk ishte ajo që çarkullonte topin, që luante me topin. Kurse në pjesën e dytë e pam guximin e trajnerit, që guxoi edhe ndroi dy lojtar, edhe i futi dy lojtar që më të vërtetë i dhanë një impuls edhe një impakt lojës në zhvillim. Edhe pam një lojë shumë ndryshe, përveç asaj ndroi edhe sistemin e lojës nga 4-2-3 shkoi në 4-4-2, do të dul me dy sulmues kryesor, edhe plus dy krahë që i ndihmonin sidomos Emir Saiti që ishte në një formë shumë të mirë dhe tregoi që performancat e mira me klubin, po i përcjell edhe këto te kombëtarja. Pra, pjesën e dytë ishim shumë të mirë, kërkuam, patëm raste shumë të mira me Rashicën të shënonte edhe 2 gola. Unë çuditna me përvojën e Rashicës mos shënon ato gola, është diçka interesant, po gjithsesi kjo është futbolli, për ata është edhe interesant. Përndryshe më pëlqej Kruni që përmendi Aron Muriç, është gjuna mos me përmend që sonte ishte i jashtëzakonshëm. Priti 2-3 gola, do të thotë sigurt atë 100% për kundërshtarin, që kanë mund të jenë, e kjo gjithmonë si pasojë që nuk shënum në sulm, edhe kthehet gjithmonë në kundërshton. Është ai ligji i pashkruar, nuk shënon edhe i krijohet shans rast kundërshtarit. Në qafë Rashicës dragueshse edhe kur u zëvendësu pa fishllima për të. Nuk ja vlen me fishllun një lojtar që vjen me lup për Kosovën, pa marrë parasysh edhe sa raste i hub. Se di ku e peti të shprimin që po bëjnë për to. Unë po flas për lojën. Unë po flas për lojën që kemi po. Ku po komentoj lojën për kondit tem, për prizmit tem. Po, unë Unë Rashicën e du, e kum dosh lojën e tina shumë, e du